Në fundvitin 1913 mbi krajinë e Lumës do të bjerë një ndër masakrat më të tmerrshme mbi popullsinë civile. Ushtria serbe do të shkel fshat më fshat, duke lënë pas shkatrim dhe viktima të pafajshme. Sulmet më të ashpra u bën mbi fshatrat e Topojanit, të cilat jo më kot u quajtën edhe balli i përgjakur i Lumës. Ne do të rikthehemi pas, do të risjellim këtë histori të dhimbshme, e cila edhe sot nuk është shuar dhe ruhet brez pas brezi tek banorët. Lufta e parë ballkanike që nisi në tetor 1912, objektiv parsor kishte shkëputjen e vendeve të Gadishullit nga pushtimi turk. Por paralelisht, ajo u kthye edhe në një sfidë se kush do të rëmbente më shumë troje nga territori shqiptar. Nëse Serbia, Bullgaria, Mali i Zi e Greqia kishin trupa ushtarake të organizuara, shqiptarët mbroheshin vetëm përmes çetave, që përbënin një numër shumë të vogël krahasuar me fuqinë e rregullt të vendeve të tjera. Në kushtet kur edhe përkraja ndërkombëtarëve mungonte, Shqipëria rrezikonte seriozisht ekzistencën e saj. Rrethimi i Shkodrës nga malazezët, përparimi i serbëve në krahun tjetër, e vun Shqipërinë në një morsë mbytëse. Synimi ishte pikërisht ky, të pengohej me çdo kusht, pavarësia e shtetit shqiptar. Pasojat ishin vështirë të parashikueshme, nëse ky vrull nuk do të ndalej apo ngadalsohej. E në fakt kështu ndodhi. Ushtrit serbe u përplasën me një mur të pakalueshëm në krahinën e Lumës. Historia nis pikërisht këtu, me smajave e shkrepave, nga të cilat malsorët refuzuan të tërhiqeshin. Jehon pushkan koritnik, në luftën e Hasmit fyt për fyt, Topojanin ka ma quhe, Paxhakvenin mos me lëshuhe. Rezistenca e Lumës nuk është një rastësi, sepse luftëtarët e kësaj krahine gjithmonë patën zgjedhur të luftonin në mbrojtje të territoreve shqiptare, nga Prekuplje, Globoçica, Duhla, Koritniku, Nishi, Plava e Gucia, Kaçaniku e me radhë. Ata sigurisht nuk ishin një ushtri e rregullt, si kundërshtarët e tyre, por funksiononin me një organizim të përkryer që bazohej në traditat e ligjet e zonës. Luma ndaj në 7 bajrak. Bajraku i Rrafshës Lumës, bajraku i Tedrinës, i Kalisit, i Qafës dhe i Bushtricës, i Radominës, i Grykës Qajs dhe i Topojanit. Secili prej bajrakëve kishte organizimin e vet. Dhe përpara se sa të paraqitet rreziku i një armiku, tradicionalisht mlidhesh bajraku, një burr për shtëpi ose përfaqësues të disa shtëpive dhe vendosin ose si quhej në kanunën e Lumës, lidhin besën. Çdo sinjal që jepi duhet vlerësohet në maksimum. Nëse nuk vlerësohej, kishte sankcione shoqërore. Domethënë, nëse dhe ishte ndas, edhe ishte në dek, edhe ishte ku ishte, nëse jepte sinjali, ti do t'i nënshtroje këtë rregull. Dhe kështu kanë. Do të kishte ndryshime deri në djegje shtëpie, deri në përzorje nga fshati. Të njëjtit organizimi u përgjigjen lumjanët edhe në 21 tetorin e vitit 1912, kur u rreshtuan në qafën e Duhlës në Prizren, së bashku me vullnetarë të Malësisë së Gjakovës kundër ushtrisë serbe. Edhe pse u tradhuan nga trupat turke të Baftiar Pashës, i cili jo vetëm u largua nga fushbeteja, por edhe nuk u dha luftëtarëve shqiptar armët e premtuara, ata nuk u tërhoqën. Betejat e ashpra ku morën pjesë edhe luftëtarët e baraqeve të Kalas së Dodës, opojës e tjerë, zgjatën plot 4 ditë. Serbët tërhiqen, por kjo ishte e përkohshme. E më 5 nëntor, ata rikthehen e pushtojnë Prizrenin. Në pak ditë palët vjen sërish përballë në një betejë të pabarabartë, këtë herë në Globoçicë. Përplasja e ashpër la sërish pas mjaft të vrarë, por këto beteja s'do t'ishin veç se paralajmërimi i asaj që do të vinte më pas. Plani i trupave serbe në vitin 1912 ishte që pas pushtimit të Kosovës të vazhdonin marshimin në Shqipërinë e epërme e më pas të garantonin edhe një dalje në detin Adriatik. Këto ishin objektivat e një pjesë të ushtrisë, ndërsa armatës së tretë ju ngarkua pushtimi apo vënia nën kontroll e të gjithë krahinës së Lumës. Ka të dhëna se në nëntor të 1912-s, në krahin ka ardhur vet Isa Boletini, i cili ka bërë edhe takime të shumta me krerët e Lumës
mes tyre me Islam Spahin, Nezir Bajraktarin, Qazim Likën, Osman Litën, Nexhib Bilalin e tjerë. Pikërisht këta së bashku edhe me figura qendrore, si Ramadan Zaskoci, Elezi Sufi, Bajram Gjana, Cen Daci, Jemin Alia, Sali Çaja e krerë të tjerë, do t'i prinin luftës. Objektivi ishte vetëm një, të ndalej ushtria serbe, ndërkohë që patriotët shqiptarë në krahun tjetër po përgatisin shpalljen e pavarësisë. Kudo në këto shtëpia, në këto familje, u bisedue dhe u morën masa pregatitore. Pra duhet thënë se ardhja e Isa Buletinit në Lum, i cili po vazhdoi pastaj udhëtimet për në Vlorë, ka qenë një në faktorët kryesorë. Megjithatë, forcën nuk e solli Buletini. Aty e gjeti atë zjarrin lumjant e kishin të nezën. Ndaj ditët e para të nëntorit shërbejnë për të rritur nivelin e organizimit, mbledhur informacion e shtuar numrin e luftëtarëve. Trupat serbe ishin në Prag. Marshimi i tyre u shoqërua me betejën në qafën e Zhurit deri në grykën e Morinës. Luftëtarët shqiptar dukshëm po ndiqnin një skem të qartë. Ata ngadalë po tërhiqnin gjithnjë e më thellë ushtrinë serbe. Tërheqjet e para nuk ishin asgjë tjetër përveç se një skeme mirëfillt ushtarake. Gjithçka kulmon në 15 nëntor 1912, ku shpërthen ajo që njihet si lufta e madhe e Lumës. Është në përmasa të një legjende. Udhëheqësit e të gjitha bajraqeve i përgjigjen thirrjes Ramadan Zaskocit dhe Islam Spahis për të pritur ushtrinë serbe e cila kishte kaluar Vërmicën, rrafshën dhe Lumës dhe pritin qafë të Rësjan. Betejë që e përgjithshme. Pjesëmarrja e të gjitha bajraqeve edhe të Lumës dhe Dibrës ishte masive. Për të kuptuar sa e pabarabartë ishte kjo luftë, mjafton të analizosh numrin e trupave serbe dhe atyre shqiptare, e për më tepër edhe armët që përdornin të dyja palët. Kaq mjafton për të bërë diferencën e jashtëzakonshme që ekzistonte mes dy fronteve. Nga njëri krah, ushtria e përgatitur dhe me eksperiencë serbe, e në krahun tjetër, luftëtarët në numër shumë herë më të vogël e të keq pajisur shqiptar. Por, cili ishte rezultati i fushbetejës? Luftëtarët shqiptarë nga të gjitha bajraqet e Lumës, kalas të Dodës e Dibranëve të prirë nga Elezi Sufi e tjerë, nuk ishin më shumë se 2000, ballë disa fish ushtarëve serb, të cilët mbështeteshin edhe nga artilleria e lehtë dhe e rëndë. Sipas të dhënave, shqiptarët kishin vetëm 2 topa, të cilat u sollën nga trupat e Elezi Sufit. Në krahasim me forcat e armikut, forcat serbe, të cilat komandoheshin nga oficerët përgatitur në Akademinë Ushtarake të Europës, Gjermanisë dhe të Francës, të armatosën me armët më moderne, me topa e mitraloza, lumjanët pothuajse ishin zero. Dhe siç thonte një komandant turk, lumjanët detyruan luftonin me shkopi, për arsye të mungesës së armëve. Luftimet vijojnë të forta nga qafa e Kolesianit e deri afër Zhurit, me montin që ishte njëkohësisht i ashpër, ashtu si beteja në frontin e gjerë. Luftëtarët shfrytzuan sulmet e befasishme, e njohjen e mirë të terrenit, duke detyruar ushtrinë serbe të hynte mes grykave e pozicioneve ku vështirë se mund të mbrohej. Sipas ushtarakëve që kanë patur mundësinë të analizojnë këtë betejë, tërheqja e kundërshtarëve serb në një terren të prerë nga 2 lumenj e të rrethuar nga maja e bëri thuajse të pamundur shpëtimin e tyre. Krahas të vrarëve në luftën në qafën e Kolesianit, pati edhe të mbytur ushtarë të Serbisë, të cilët duke kaluar trojën e shajes, quhet, i cili rrjedh nga shpatët e Gjallicës, u shoqërua me një rrebesh dhe një shit i jashtëzakonshëm dhe me një dalldisje të projt të shajes, të cilën ushtarët serb u munduan ta kalonin, duke kaluar mbi trungjet që vinin. Tu ka pas mjaft viktima. Në këtë betejë të pabarabartë, burra, gra, të gjithë me armë dhe mjete rrethanore shuan ushtrinë serbe në dri dhe kënga e përcjell
lume e shenja rrjedhin gjak, po i thon drinit një mona pak. Në këtë betejë mbetën të vrarë rreth 12.000 ushtarë serb. Betejë e Lumës kundër serbëve në vitin 1912 është betejë më e lavdishme në historinë e saj dhe me të drejtë historiografia ka quajtur Termopilja shqiptare. Është e vështirë të japësh një numër të saktë të ushtarëve serb të vrarë në këtë betejë. Brez pas brezi është ruajtur shifra 12.000. A u vran kaq shumë ushtarë në Lumë? Kjo është e vështirë të thuhet, por fakt mbetet se batalionet të shumta u shuan e viktimat ishin disa mijëra. Shkatrimi i plot pranohet edhe në historiografinë serbe, edhe pse shifrat minimizohen. Ushtria serbe do të rikthehet sërish, jo thjesht me një përbërje më të madhe ushtarake, por edhe me mllefin e humbjeve të pësuara. Gjithçka do të bjerë pa mëshirë mbi popullsinë civile. Pas shpartallimit të mira trupave në Kolesiane mëtej, ushtria serbe siguron përforcime të shumta. Ata rinisin një kundërsulm masiv ndaj luftëtarëve të raskapitur shqiptar. Batalionet e ndara vërshën nga disa anë. Këtë herë tërheqja është e pashmangshme. Në 6 dhjetor, ushtria serbe pushton Lumën. E megjithatë, luftëtarët patën arritur një objektiv kryesor, siç ishte të pengonin avancimin e trupave serbe, ndërkohë që në Vlorë u shpall pavarësia e Shqipërisë në 28 nëntor. Mund thomi se data 6 dhjetor 1912 sikur i vuni një farë shpunze kësaj. Megjithatë, zjarri i lumjan vazhdonte. Konferenca e Londrës kishte nisur të priste sipas dëshirave të fqinjve pjesë të shumta të territorit shqiptar. Elezi Sufi, Ramadan Zaskoci, Qazim Lika e tjerë, në gusht të vitit 1913 raportohet të jenë takuar me Ismail Qemalin, por edhe bashkëpunëtorët e ngushtë, Hasan Prishtina, Bajram Curri e Isa Boletini. Në këtë mënyrë u përgatit terreni për një kryengritje të re që nisi në Dibër. Në pak kohë, ajo ushtri thuajse kudo. Figura si Mersin Dema, Sefedin Pustina e mëtej Miftar Sulkurpali, Bajram Daklani, Ahmet Iljazi e shumë të tjerë i prinë betejave në të gjithë këto zona. Një nga përplasjet më të ashpra do të bëhet në Koritnik, apo në atë që lumjanët e njohin si mali i pikëllimës, e nga e cila ruhen ende edhe sot, brez pas brezi në çdo zonë, këngë të vjetra. Jehon pushka në Koritnik, në luft me hasmin fyt për fyt, Topojanin ka ma quhe, pa Gjagrenin mos me lëshue. Ahmet Iljazi syni trimit, Zajm Hamza Kadir Shahini, Mustafquni Ketnahia, në kësi dish njihet Trimnia. Sukseset e trupave shqiptare goditën rënd kryeministin serb Nikola Pashic, i cili angazhoi mbi 70.000 trupa ushtarake për të shuar kryengritjen. Derdhja e tyre në territoret shqiptare dhe pamundësia e luftëtarëve shqiptar për t'i ndalur shënoi nisjen e masakrave të shumta mbi popullsinë civile. Dibra në tërësi, deri në Klose mëtej, Reka, Gostivari, Malësia e Gjakovës e kështu me radhë, ran prej e masakrave të frikshme. Mes tyre sigurisht edhe Luma, zemra e betejave të mëdha të viteve 1912-13. Ushtria serbe nuk i kishte harruar mirat të humburit në betejën e Kolesianit, por edhe në luftimet e tjera të mëparshme. Mbi 500 banorë vriten vetëm në Topojan, e po kështu në të gjithë fshatrat e Krahinës. Edhe pse kanë kaluar mbi 100 vite, dëshmit nuk kanë humbur. Të mbjetuarit e pakt kanë patur mundësinë të tregojnë sulmet masive që shuan familje të tëra. Dëshmit e tyre janë pasuar brez pas brezi në këto zona, e ruhen ende edhe sot. Sipas shkrimtarit vienez Leon Freundlich, vetëm në Lumë gjatë muajve tetor-nëntor të 1913-s, 27 qendra të banuara provuan këto sulme barbare. Dhuna më e madhe rambi Topojanin dhe fshatrat e tjerë përbërës të këtij bajraku. Për të shkurtuar kohën e ekzekutimeve dhe plotësuar spastrimin e zonës, serbët ndoqën një dredhi ballë civilëve të pafajshëm, që më së shumti ishin gra, fëmijë të moshuar. Banorëve të Topojanit ju bë thirrje të grumbulloheshin në qendër të fshatit, ku do t'u shpërndaheshin sipas njoftimit dokumenta, me të cilat do të mund të lëviznin nga zona e pushtuar, pa u ngacmuar nga postbllokjet e ndryshme të ushtrisë serbe. Por çfarë ndodhi në të vërtetë?
burrat e fshatit, djemë burrat e fshatit, që ishin grumullu ati, i lidhen me brezat që kishin shumë për mesi, i e kishin rrjeshtu në kollor, Mitrlozi kuptohet ishte në shpinën e tij që rrike kështu në gatishmëri. Pushkatimi vonohet vetëm pak minuta, e kjo për shkak të reagimit të papritur të një prej luftëtarëve të vjetër e me eksperiencë, i cili edhe mundi të shpëtonte. Hajro i ka ende të kthjellta tregimet e të atit. Ai nuk do të kishte lindur kurrë, nëse babai do t'i zhvrarë në atë ditë tragjike. Na afruan na përkepi se këto pasit madhe ti. Na lidhen me brezat tone, diçka kishën aty. Edhe po na kontrollon sa një serb. Ai ma shpare se hasta se ka kishin pare se hat na shpeng mirë në futin gjepën në mrapan. Ta kontrollon me litë marr ato, u hodh. E morat ushtarin për para, ushtari topa e qerë në kim në ta diçka me pështu. Për të tjerët fati nuk ndryshon, ata masakrohen barbarisht. Jepet urdhri, rrafshohen gjithë shumë për tokë, atëherë në këtë mes, në këtë kohë kishte shumë persona që nuk ishin disa të plagosur, kishte edhe ato që kishte ka fare, po si tregonin ata nga disa persona ka pas reagime dhe ato kanë konstatuar që nuk janë vrarë gjitha. Pastaj ato kanë kthyer edhe një herë të kontrollu dhe për çdo kufome të ishu edhe nga i plumb. Në këtë vend janë pushkatuar burrat e fshatit. Pikërisht në këtë vend, të cilët janë varrosur nga fshatrat të qinj, si Shishtadeci, Kollovozi, Novosej, Shtrezja, dhe varrimet janë bërë në një varr masiv, varr kolektiv, ku janë futur 7, 8, 10, po dhe 20 veta në një grop, të mbuluar me rroba që kanë mund me gjetë. Pushkatime të tjera u bën edhe në pjesën e sipërme, pranë varrezave të fshatit Topojan. Gjithkund, jeta përplasej me vdekjen, dhimbja, pamundësia, fatet e ndërthura që ndjen edhe sot. Shumë u masakruan, të tjerë shpëtuan për të treguar barbarit e për t'i dhënë sërish frym Topojanit e Lumës. Një nga kushrit e vetë që i kishte të lidhur në kraj bje plumbit për para dhe zhvendoset me trup para ti. Ky ishte shansi i madh që gjyshim të shpëtonte. Kushri i tij ose bashkëfshatari i tij që ishte i lidhur me ta, mori edhe plumbin e dytë. Dhe u rrëzuan duke rënë mbi gjyshin trupi i këtij bashkëfshatarit të vrarë të vdekur. Pasi mbaruan pushkatimin e të gjithëve në tmerrin e kësaj masakre që është krim kundër njerëzimit, i shpuan me bajoneta të gjithë. Edhe në njëri që ishte me gjysë shpirti, ose që kishte mbeti plagosur. Ishte të mërshme, thoshte gjyshi. Duke u fshirë në trupat e vrarë, pati banorë që shpëtuan, shumica të plagosur, të gjymtuar apo me plagë të rënda. Në ato kohë nuk ishte spitale, nuk ishte shërbime shëndetësore, e shpëtimi mund të vinte vetëm përmes mjekësisë popullore. E në krahin në Lumës, ato e bënte Idris Kola. Tek ai u përplasën të gjithë ata që mundën të shpëtonin, duke u fshehur në trupat e vdekur. Momentet të veçanta që tregohen gjatë kohës pas masakrës kanë qenë raste që kanë bëjnë me shndrimin gati të shtëpisë së stërgjyshit tim në spital, të trajtimit me anë të asaj mjekësie që ekzistonte në atë kohë për trajtimin e të dëmtuarve, ku një rast i cili tregohej nga familjarët e mi kishte të bënte me më shumë se 20 të plagosur që janë trajtuar me ditë të tëra në familjen e stërgjyshit tim në Kollovoz.
Topojani ashtu si e gjithë krajina jeton me këto histori, jeton me frymarrjet e saj, me atë që kanë lënë pas e atë që nuk është shuar edhe sot. Këngët epike ruajnë çaste tragjike të atyre sulmeve, ashtu si betejat e mëdha, nga të cilat lumianët nuk u tërhoqën kurrë. Më luft me Serbin a fit për fit. U ta pajanin koma qu. Pa gjak venin, s'padan me shu. 4 persona në asaj familje. Sa që kanë med veç fëmijët. Nana jeme akon, me vogla, me madhe akon ajo. Që i ka majt men ato gjagjallarët të shkue, me u masakrue, e në kjo me to, të mitim edhe unë, ose të bështoj edhe unë. Atëherë, e kanë pa atë fëmi, e kanë largu atë fëmi, e ne kanë masakrue me qërët. 4 janë për kësaj shtëpie. Mbi 620 banor shkuan vetëm në atë ditë të përgjakur në Topojan, e po kështu edhe në fshatrat e tjerë. Nga Xhaferaj me 25 shtëpi shpëtuan vetëm ata banor që nuk u gjendën në fshat. Pjesa tjetër, përfshirë edhe gra e fëmijë, u masakruan në mënyrën më barbare. Në këtë fshat janë plot 70 viktima të masakruara nga serbët. Në masakrën e Xhaferave u masakruan 70 veta. Këtu ki përfshihen shumica burra, kishte edhe gra dhe fëmijë. Çka ka mujt me bajaneta bile, njërin e ka qanë në bark një gru 7 zanë, e kanë kap fëmin me bajanet duke përja përcjell ushtari tjetër pop me bajanet, që pas tërgjimeve të gjyshit. Kështu që kemi pas edhe në stane kanë qenë ca, ka shku atje njëri ka qenë të fshi lamën në stan, ka shku e ka vra atje nërësit fëmijëve atje, masakrat pa me që pas tërgjimit të gjyshit. Kadri Hamzës, 3 xhaxhallari janë varrosur këtu, në një varr të përbashkët, për të mos harruar 3 nipave mes të cilëve edhe ati vetë u janë vënë emrat e tyre. Historit janë rënqese, edhe sot, më se 103 vite më pas. Është e vështirë të mendosh e kuptosh urrejtjen që rambi këta njerëz së thjesht. Në masakra e madhe që u bënë në 1913, 3 xhaxhallarët e mi ka vrarë Serbin në këtë vend. Dhe mas masakrës, 2-3 dita, se atë nuk i ka nënë Serbin me varros, ka nënë e vetë, i ka më shtjellë me ferejq, e i ka varros me një vorë të 3. Me xhallarët e mi. Osmani më i madhi 24 vjeç, Kadria 22 vjeç dhe Ramoni 20 vjeç. Të 3 pa martuar. Mas masakrës ka ngel 2 xhallarët mi, edhe baba im, se janë konë 6 vëllezër këto, e 3 motra. Goditet masive ndaj popullsisë civile vazhduan edhe në Lojme, ku më se 60 shtëpi u dogjën, ndërsa burra, gra e fëmijë u therrën. Nga Nimça, sipas të dhënave, shpëtuan vetëm disa banor, të tjerët u masakruan. E po kështu në Novosej, ku fshati u shkrumbua. Gjithkund vrasjet pasoheshin edhe me grabitjet e gjës së gjallë e çfarëdo lloj pasurie tjetër që u gjet nëpër shtëpitë e banorëve. Edhe në Brekije, 150 shtëpi u dogjën e shumë banor u vranë. Është e vështirë sot të gjesh në fshat, qoftë edhe një banor që të mos ketë humbur të afërm në këto sulme, si shkujton edhe Rahim Zyberaj, nga familja e të cilit u ekzekutuan 7 pjesëtar, mes të cilëve vrasja më të mërshme është ajo e gjyshes dhe fëmijës më të vogël të shtëpisë. Ai që është shkut në stanin e grave, që quhen atë kohë, me bajanetën e tij ka shkuar te
Sanduku i gjyshes. Për ta për ta shky. Kjo e thot shqip. Çfarë bën? Ai kthehet në përgjigje, i gul bajanetën djalit, cila kishte në krah, djali 2-3 vjeç, dhe shtin. Me një plumb, ka vrarë të dy. Një koincidencë, një rasti në atë kohë që tirçet tona kanë qenë me një xhepin anë djath. Ky për atë parë qenë se gabimisht e pret xhepin në majt. Në anë majt ka patur thikën, ka qellu thika rastia. Babai vetë ka nxjerr thikën nga xhepi, e kanë hapur me dham, ka prerë brezat të vetin, të babës vet, 2000 gjallarë që ka pasur. 2000 gjallarët e tij largohen dhe ikën për pjesë marrin rrëtirës. Skaloni ushtar që ishte i vret në vend. Ata sepse kishte përballë. Babai i tij ka ikën në këtë pozicion, sa ai ka ikën krau tjetër. Ka qenë historia e tij që ai ka shpëtuar bashkë me babain e vet. 2 gjallarët e vet janë vrarë. Ushtria serbe u derdhë në të gjithë lumën. Fshati Palush u doq funde krye me banorët. Kalisi, Luseni, Ujmishti, Suroj, Përbregu. Gjithkund u rafshuan shtëpi, u vran banor, u grabitën ç'të mundeshin në të gjallë e në të vdekur. Masakrat e këtushme ishin aq të mëdha dhe aq ekstreme, sa tronditën edhe opinionin ndërkombëtar. Ja se si përshkruajnë ato disa ndër gazetat më të njohura të kohës. Nëse dikush dëshmitë e mbartura të banorëve brez pas brezi i quan ndoshta të pabesueshme për shkak të tmerrave që ato përcjellin, mediat ndërkombëtare janë faktuesi më i fortë. Masakrat ishin aq të tmerrshme sa veç krahinës përgjakën edhe faqet e shumë gazetave. Historia nuk njeh persekutime më të fllihura se pasojën e llahtarës së duarve dhe shpirtit të trupave të general Jankovićit. Çudi e madhe, serbët jo vetëm në kohën e luftimeve, që bën aq çuditëra mbi shqiptarët e Kosovës sa e gjithë bota uneverit, por edhe sot pas vendimeve të konferencës së Londrës, kudo që kanë shkelur, vrasin, presin, vjedhin, burgosin, dhunojnë e plaçkisin popullsinë e pafajshme vetëm se janë shqiptarë. Në Topojan janë ndjekur dhe shkatëruar të gjitha shtëpitë. Janë vrarë dhe masakruar mbi 620 burra, gra dhe fëmijë. Në Xhaferaj, Breki, Ninç, Loj me Përbreg, të gjitha shtëpitë janë rrafshuar me tokën. Popullsia e rrethuar nga serbët është masakruar pa mëshirë. Shumë prej tyre janë varur në degët e pemëve, shumicës së tyre u është prerë fyti. Disa janë hedhur në flak, kurse të tjerat kanë vuajtur torturat më çnjerëzore përpara se t'i jepnin shpirt. Nga e gjithë popullsia e këtyre 5 fshatrave, vetëm 2 banor të fshatit Xhaferaj dhe 5 banor nga Ninça arritën të shpëtonin nga zgjesimi. Vetëm në Breki, një fshat i madh me mbi 150 shtëpi, ka pasur mbi 1300 viktima, burra, gra dhe fëmijë. Në Përbreg, numri viktimave i tejkalon 400 personat. Skenat të tjera të egërsisë dhe kasapanës kanë ndodhur në Suroj, ku 130 shtëpi janë ndjegur, 55 burra dhe 2 gra janë therrur. Bardhoc dhe Novosej, këto 2 fshatra janë ndjegur dhe rrafshuar. Popullsia kishte ikur në male, me përjashtim të gruas së Islam Hoxhës dhe 4 fëmijët e saj të vegjël dhe familjes së Ramadan Jusufit, të cilët u dogjën të gjallë. Një dëshmi e fortë është edhe ajo e lënë nga një social-demokrat serb, Dimitrije Tucovic, i cili denoncon hapur dhunën e ushtruar nga trupat serbe në një shkrim të botuar në Beograd në gazetën Radnice Novine në tetor 1913. E veçti, drithëruese janë edhe pohimet e disa ushtarve. Kur trupat serbe shkatruan fshatin Topojan, aty nuk kishte burra. Oficerët rezervë që morën urdhra të djegin fshatin dhe ta thernin me thika, kot kundërshtonin. Koti përsëritnin fjalët, të gjithë ishte përgjigja e një far kapiteni, Juri Shiqit. Për 2 orë u vran 500 shpirtra. Shqiptarët e Egjer, ushtarët tanë të zen Robi Çermatosnin dhe i lëshonin, kurse ushtria jonë e kulturuar e shekullit të 20 po i vret edhe fëmijët e tyre. Në të njëjtën gazetë publikohet në 9 tetor 1913 edhe dëshmia e një ushtaraku serb pjesëmarrës në masakrat e Topojanit. Mund të them se këtu ndodhin gjëra të lemeritshme. Unë rrënqet them nga e gjithë kjo dhe gjithnjë pyes vetveten.
Vallë është e mundur që njeriu të jetë kaq barbar dhe të bëjë kështu? Kjo është e tmerrshme, e llahtarshme. Nuk guxoj dhe nuk kam kohë të shkruaj gjërësisht. Mund të them se luma nuk ekziston më. Gjithçka është shndruar në kufoma, hije pluhur. Kishte fshatra me 100, 150, 200 shtëpi, në të cilat nuk ngeli absolutisht askush gjallë. Askush gjallë. I mlidhnin tuf, 40 deri në 50 njerëz, dhe ashtu siç ishin grumbull, i thernin të gjithë me thika. Plaçkitja ordinere u bë kudo. Oficerët plaçkitën kopë të tëra bagatish dhe i shitën përmes ushtarëve në Prizren. Në 22 tetor 1913 vjen edhe dëshmia e një tjetër ushtaraku. Përmes tyre mund të kuptosh lehtësisht se sa pak vlente për serbët jeta e banorëve të këtushëm. Shqiptarët në fillim i vrisnin me pushk dhe patllake, por së shpejti erdhi urdhri se nuk kishte leverdi të shpenzohet municioni. Prandaj shqiptarët do të therren me thika. Dhe kështu ndaheshin në grupe. Rreshtoheshin në rrjeshta me fytyra të kthyera ka njëri tjetrit, dhe atëherë oficerët dhe nën oficerët i thernin shqiptarët një nga një në qafë. Këta njerëz fatkeqinj, as që luanin nga vendi, as nuk bërtisnin, as nuk mbroheshin. Thuajse nuk ishin qenie njerëzore të vetëdijshme, por shikonin të qetë si i therej shoku pranë dhe thika po ja shpërthente fytin e tij. Nuk mund ta merrja me mend një gjak ftohtësi dhe qëndrueshmëri të këtillë njerëzore, të cilët e shikonin vdekjen me sy të hapur. Është kjo njëra nga skenat më të llahtarshme që përjetova gjatë luftrave. Duhet të vdesin disa gjenerata të shqiptarëve, që të harrohen ato çfarë kanë bërë serbët ndaj tyre. Por pse këto masakra të tmerrshme në lumë ranë më së shumti mbi Topojanin e fshatrat e tij? Kjo është lehtësisht e kuptueshme. E lidhet me betejat e shumta në të cilat luftëtarët e kësaj zone kanë marrë pjesë. Ende edhe sot duket sikur dëgjon zërat e tyre, klithjet, lotët, zjarrin. Ndoshta sepse ata prehen sërish në këto varre masive, të gjithë së bashku si atëherë, këtu, në këtë tokë, të cilën nuk pranuan ta lëshojnë. Urdhri ishte për të zhdukur Topojanin, për të zhdukur lumën, por kjo nuk ndodhi, sepse të gjithë ata që ikën nga dhuna e vrasjet barbare u rikthyen sërish për të mbajtur atë që paraardhësit e tyre nuk e kishin lëshuar. Këto fëmijë pa prindër, të gra që ngelen për të jetuar e për të rritur fëmijët, morën në rrugët të ndryshme në përfare fis, në zonat të ndryshme, atë ushtrin deri në Tetov, ku sot janë krijuar lagjet atje, ushtrin Prizren, vazhduan në Shqipëri në mesme, dhe më vonë, pasi janë rritur kalamajt, janë bërë në një moshë relativisht për të qenë të aftë për punë, kanë ardhur dhe kanë ndërtuar shtëpitë prapë në vend lindje. Në fakt ata u masakruan 2 herë, të parën nga serbët, e të dytën nga heshtja që edhe sot shoqëron këto ngjarje të tmerrshme. Serbët ikën në fundvitin 1915 dhe në fillimin e atij 1916. U rikthyen sërish disa herë derisa u stabilizua shteti shqiptar. Por lumjanët, dibranët e të gjithë këto zona i gjetën sërish aty, të masakruar, por të pashuar e të gatshëm sërish për të ringritur. Si mund mos shkruhet e flitet për këto masakra? Si mund mos përkujtohen jetët e disa qindra njerëzve që u vranë? Si mundet të vriten për herë të dytë në këtë mënyrë? Historia duhet të flasë me gjuhën e të vërtetave të saj, të vërteta që sot ruhen ende kudo, në çdo shtëpi, në çdo rrugicë, tek çdo i moshuar apo fëmijë i vogël. Kudo, gjithçka ende flet, e do të vazhdoj të flas brez pas brezi.